Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka postuar në rrjetet sociale një video nga sezoni turistik në Sarandë dhe Ksamil. Krahas videos, Zhupa shkruan se pamja që shihet në kulmin e sezonit në Sarandë dhe Ksamil janë botet e ujit sepse mungon uji i pishëm. Turizmi i boteve me ujë, Sarandë dhe Ksamil 2026. Kjo është pamja që shikon kudo në kulmin e sezonit. Bote e ujë që kanë pushtuar Sarandën dhe Ksamilin, sepse uji i pishëm mungon dhe kjo është zgjidhja e vetme që u ka mbetur banorëve, bizneseve dhe turistëve, shkruan Zhupa. Deputetja shprehet se Saranda është një qytet i rrethuar nga uji, por ka munguar vullneti për të investuar në ujësiellës. Zhupa thotë se kjo nuk është thjesht një krizë uji, por është krizë e turizmit cilësor që godet imazhin e Sarandës dhe Ksamilit. Saranda është një qytet i rrethuar nga burime ujore, por as sot nuk arrin të garantoj furnizimin normal me ujë, sepse ka munguar vullneti për të investuar seriozisht në infrastrukturën e ujësiellësit dhe pse ka qenë premtimi çdo pale zgjedhjeje lokale dhe qendrore. Kjo nuk është vetëm një krizë uji, është krizë turizmi cilësor, është goditje për imazhin e Sarandës dhe Ksamilit, për ekonominë lokale dhe për qytetarët, shton Zhupa. Mëtej, Zhupa shprehet se në vend të një destinacioni modern turistik, sipas saj po ofrojnë turizmin e shisheve, bidonëve dhe boteve të ujit.